Dhe ja, ku jemi këty të rubrika jone fundit, se di ju a jeni untu si on, po që kjo koha kur Lena janis me i bo gjonat, gati me i prej, me i qëru, kur e një këtë zhurmen, edhe janë me një erën, mund të në shumë. Po besoj këtë për juve që na jeni shikus të regull, vështë fjalla, e dini që rreth orës 18 Lena na jep një recetë mirë, kështu që bani gati na i letër ose telefon, shru në recetën, sepse është një super recetë që bëhet shpejt, e që është e shnetshme. Sot kena me gatu një sup kungulli. Mirë se erdhe, Len. Faleminderit shumë që edhe na ngin, edhe nuk na alen me shtu pesh, edhe na mëson me ushqy shnetshëm. Faleminderit që të herë që vëmë të gjane. A jemi në gjënës të mirë? Po, se cilin erë të majlum, tërë se kjo vish për shkëntu rritë. Që me mu ke po sukses nga që shumë, ta që ja ke njës me ka mërmona. Ka dalë dole. Sot ta që kena me gatu një sup të kungullit, nuk është që ka qenë shumë tradita tona, për vetë se viteve të fundit, kur nonat kanë fillu me ushqy ma shnet shumë fëmit, e kanë shti në meny supën e kungullit edhe recetat e kungullit. A është shtë? Po, është e vërtet, kungulli real është vidimi. Vidimi. Na i thonë vidim, si që ishtë nuk di si i thoni... Ose kungulli misirit. Kresisht nduga që ma shumë i thonë kungulli misirit, qylla, plot kov, plot emrët të ndryshme, po realisht njët si kungulli dimrit. Sepse është kungulli që qëndran, forma e këti kungulli është që qëndran, dhe më thonë, gjatë gjatë gjithë dimrit, nështë ta kemi, nëse di me rujtë mirë në vend, thot, ju në beton, ju në kontakt me metale, me kanë kërësisht në vend e terta dhe të thota, dhe në më rujtë shumë mirë. Më thonë, kemi thonë që kemi me mësu me shrydzu, dhe më thonë, vlera tash, se cilit përim që i kemi edhe të një të nko, më mësu se qysh mi rujtë edhe mi konzervu. Pritin para se me kalu, se the ruhet e që më stimesin bërgjë shikuzve, a ruhet vetëm kër është i pa prerë, apo si kur tash këtë sasin që kam betë që kemi prerë, si mund të a ruhet edhe kjo, apo duhet për ditë rritet me konsumu? I pa prerë ruhet në vendet thota, me një diçka të leshtë, ose edhe nëse jashtë ose në balkona, po më mbullu me një diçka që nuk e prek drita, edhe nuk e prek toka, ose betoni, ose metali. Diçka e leshtë me një qka do që kanë, për shumë për para, i kanë rujtë në kosh, ta shë kemë pa mundën mi rujtë në kosh, për me qëndru sa ma gjatë. Pasi që kemi prej, për shambull, për shka që jemi antor pak në familje, edhe një kungullit tilë, me njëherë nuk e muj me konsumu, unë e praktikoj këtu format një që kemi prej këtash, i marri shtim freze dhe i ruaj, edhe gjatë dimit i shrydzaj për supa. Do më thënë njëtën supë e përgaditi edhe gjatë dimit, do më thënë kështu veproj gjatë gjithë vjeshtës, edhe kër vjen koha që veç fillojnë, abden u bo vjeshta, unë i kom kungujt që i ruj për mi hongë kështu të pjekun, ose të zime, ndërsa për supë i kom të gatshme. Përveç që i ashtoj pastaj perimet tjera.